Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë nga Selia Blu ka falenderuar të gjithë qytetarët që morën pjesë në protestën e djeshme përballë kryeministrisë. Berisha pohoi se policia bëri terror ndaj të rinjve në protestën e djeshme që u mbajt para kryeministrisë. Të moshuar të Tiranës dhe mbar Shqipërisë që mbushën dje. Bulevardin dëshmor të kombit në protestën më të fuqishme paqësore që mbahet mend ndonjëherë, që inauguruan dje me praninë e tyre misionin e ri të opozitës shqiptare, shpëtimin e demokracisë, shpëtimin e familjes shqiptare, shpëtimin e Shqipërisë. Secili pjesëmarrës firmosi dje kontratën me demokracinë, me familjen dhe me Shqipërinë për të dalë zot gjërë fitoren e plot dhe përfundimtare mbi këtë regjim. Duhet t'i falënderoj për përmbajtjen e zemërimit dhe urrejtjes këtyre të pakufishme që kanë ndaj kësaj narkoqeverie. Unë e kuptoj që ai ishte një mundim i veçantë, por kjo është betejë në vazhdim. Ky ishte një inaugurim me një rëndësi të jashtëzakonshme dhe mesazhin më të fuqishëm për Edi Ramën, narkoqeverinë e tij. Berisha më tej deklaroi se kryeministri Edi Rama po përpiqet të fitojë kohë për t'i shpëtuar përgjegjësisë ligjore duke ndryshuar ligje. Ai tha se kjo përbën rrezik për asgjësimin politik dhe vdekjen e opozitës, duke e quajtur betejë për liri. Berisha akuzoi Ramën që po tenton të përdor mandatet për t'u mbrojtur personalisht. Sipas tij, vendimi tashmë është në duart e qytetarëve, të cilët e kanë shkarkuar Ramën nga detyra.